Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një krem limoni super të freskët. Atëherë, për këtë krem limoni kam 3 limona të shtrydhur, i kemi marrë lëngun, një banane të pjekur, kam 2 të verdha veze, 20 gram i kam sheqer, 20 gram i kam niseshte dhe 1 filxhan kafe e kam me ujë për të tretur niseshten. Për kremin e bardhë kam 20 ml lëng limoni, 50 gram i kam qumësht të kondestuar dhe 150 ml i kam pana që përdorim për ëmbëlsira. Përbërësit janë këto. Si fillim, do t'i shtojmë të gjitha në një endë dhe do fillojmë do t'i trazojmë e pastaj do t'i kalojmë në sop. Të parin kam shtuar lëngun e limonit, do shtoj sheqerin. Në qoftë se doni të bëni një sasi më të madhe, normalisht dihet që shtojmë stasinë e produkteve. Shtoj të verdhat e vezëve. Tek niseshtja do shtoj ujin, do ta tres pak më përpara. Pastaj do ta shtoj tek lëngu i limonit. Do ta trazoj mirë, që mos të ngelet me kokla, këto kokrizat që grumbullohen ose mund të mbledhin, nëse shikon që ju bën kokriza, mund ta kulloni pak, por nuk ka arsye pse të bëj. Atëherë trestëm edhe niseshte. E shtuam tek të verdhat e vezëve të lëngu limonit dhe do shtypim bananen. Banania duhet e pjekur që të shtypet edhe mirë, por mendoj se ka dhe më shumë shije. Në një pjatë e shtypim me pirun. Atëherë pasi kam shtypur bananen, do ta shtoj tek ena që nuk kam shtuar produktet e tjera. Do ta shtojmë brenda, do ta rajmë paksa, ta përzijmë saktë, sa të përzihet dhe banania mirë. Dhe do ta vëmë tiganin në zjarr. Unë kam një tigan të vogël, mund të përdor një tenxhere të vogël, nuk ka rëndësi. Vendosim menën në zjarr, në një zjarr mesatar, jo të lartë, dhe do ta trazojmë vazhdimisht sepse kemi shtuar niseshten. Dhe nuk është se vonon po themi që të trashe, por nuk duam as që të na zëj poshtë. Andaj e trazojmë vazhdimisht sa të arrijë atë trashësinë që ne duam. Kremi tim është trashur, kaq mjafton. Do ta heq nga ena që unë e kam gatuar dhe do ta shtoj në një tas, sepse dua ta lë që të ftohet. E kam hedhur në një enë më të madhe, mund ta hedhni në një pjatë, në një tas si të dëshironi juve, dhe do ta mbuloj me membranë sepse dua që ta lë të ftohet plotësisht dhe mos të më zëj cip nga sipër. Dhe duke qenë që nuk duam të na zëj cip, atëherë membranën do t'ja vendosim sipër, në këtë mënyrë. Do ta lëm të ftohet. Kremin e limonit e kam lënë të ftohet dhe do përgatisim kremin e bardhë. Si fillim do rajmë panën. Si kam rrahur për pak minuta panën, do shtoj lëngun e limonit dhe tham qumshtin e kondestuar.
Do t'i rajmë edhe për pak, sa të bëhet mirë përzierja, gjithë përbërësve dhe kemi gati. Kremin e bardhë kam gati dhe kremin e limonit të heqim membranën. Me spatull e përzim paksa. Dhe do fillojmë do përzim të dy kremrat bashkë me njëri tjetrin. Kremin e bardhë do ta shtojmë te kremi i limonit. Avash avash duke e shtuar dhe duke e përzier. Pasi kam përzier shumë mirë kremin e limonit me kremin e bardhë, që kam përgatitur me panën, e kemi gati. Po e shtoj në një qese pasticcerie, ta kem më të lehtë dhe ta shtoj në tasa që unë do ta servir. Mund ta shtoni në tasa, mund ta shtoni në gota, ku të dëshironi juve. Nëse nuk keni qese pasticcerie, mund ta shtoni me luftë. Kremi tim i limonit ka përfunduar, siç e pat nuk është se kishte shumë punë, është goxha i thjeshtë, por ama me të vërtetë super i freskët e i shijshëm. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëftë mirë miq të dashur.